që lidhet dita e sotme e ditës së martë, të datës 23, ku mundësit që kanë të bëjnë me punën, me karrierën, me ndryshime të mëdha që lidhet në fushën e karrierës, por me qenë se kemi një mundësi që të zgjidhim disa probleme të pasgjidhshme, problematike nga më të ndryshmet që mund kemi pasur, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft pozitive dhe gjëra që do të ndodhin në anën ekonomike financiare, në lidhje me çështje që kanë të bëjnë, por gjithashtu është një periudhë ku gjërat do të ndikohen në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, por gjithsesi kjo mbetet për të parë për 1000 arsye të punës dhe të ndryshimeve. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën kjo ka të bëjnë shumë me disa vendime që mund të